Zhvillimet e tjera ka pas edhe në figurat e njohura. Shpeshherë reperat, këngëtarët janë në qendër të vëmendjes jo vetëm për këngët e tyre, për mënyrën, për artin që ata e sjellin tek publiku, por edhe për veprimet të tjera të cilat më pas edhe ngrejnë vëmendjen e atyre të cilët edhe i simpatizojnë edhe i dëgjojnë. Bëhet fjalë për Butën, i cili para pak ditësh është ballafaquar me një incident, cilat janë detajet çfarë ka ndodhur me këngëtarin. Po, me 13 prill, reperi Buta ka qenë pjesë e një përleshje në Ferizaj, ku ka qenë mes dy personave, edhe aty ka pas armë të ftohta, po ashtu edhe të nxehta, edhe ka shkaktuar problem edhe për njerëz që kanë qenë përreth Butës, edhe për këtë Buta është ndaluar për 1 muaj para burgim. Nuk po besoj që është një surprizë për neve Buta me bo kësi sane, se veç jemi mësu me po zakonisht Butën në përgjykata me armë, me lëndë narkotike. Nuk e dim, do këtë Blendi pak që po ju do këtë shumë cool kë trendi me u përleshe, me u ballafaqu me gjykata, po nuk më surprizojnë lajmi tillë. Po në fakt nuk është hera parë që këngëtari në fjalë edhe ka pasur rastet të tilla të cilat më pas ka përfunduar para organeve të drejtësisë. Dhe më lejet ashtu një pyetje tjetër Fjolla, ndoshta për te rastit. Sa konsideroni ju, veçanse edhe e përcjellni showbizin më në detaje, sa konsideroni ju se pikërisht skenat të tilla, ngjarje të tilla, raportime të tilla, lajme edhe dëmtojnë reputacionin e këngëtarëve, apo thjesht i bën mëin dhe dëgjuesit cilët edhe i përkrojnë kanë më të nevojshme për dëgjuar projekte të reja? Fatkeqësisht në Kosovë i bën pak më en se zakonisht djemve shqiptar me pa një reper të u përlesh ose diçka të tillë, i tërheq më shumë vëmendje dhe ju duket më shumë gangster para syve të tyre. Po kjo është dashur me konkret e kundërta, edhe mos me marrë qatë vëmendje qysh qaj këngëtare merr për shkak të këtyre rasteve. Edhe nuk mendoj që është vetëm në Kosovë, ky sen është edhe në krejt botën që reperat i bojnë krejt këto sene. E përmende Fjolla që për këngëtarin edhe gjykata ka shqiptuar një masë para burgimit. 1 muaj para burgim. 1 muaj për Butën para burgim. E qartë. Këto pra, në fakt ka pasur shumë lajme të cilat ditëve të fundit kanë qarkulluar mbi këtë incident, më pas pati edhe video të cilat u bën virale, mirë po për shkak të kohës në cilën transmetohet edhe emisioni, kemi vendosur që edhe të mos i transmetojmë. Kalojmë tek formatet reality, kalojmë tek Ferma VIP, një format i cili këtë vit ka marrë shumë vëmendje për shkak të dinamikave që po zhvillohen, për shkak të personazheve të cilët janë po thuaj se më të njohur kam fjalën për publikun, janë më të mishruar me ta, kur gjërat dukeshin se po shkonin gjithçka si është më së miri në Ferma VIP, vjen një largim nga këngëtarja Jonida Maliqi, njerit e